Përshëndetje, ku jemi këtu me bashkimin e datës 6 dhjetor të 2025. Është një ditë shumë e rëndësishme nga çështjet që lidhen shumë me çështjet ekonomike, financiare, lidhe me biznesin, por kjo që do të ndikohet për ditën e sotme, sepse data 6 është një ditë mjaft e rëndësishme për shumë njerëz, sepse lidhet me ekonominë, lidhet me biznesin, lidhet me gjërat e tjera. Zakonisht për disa është ditë pune dhe ditë shumë rëndësishme, ditë e lodhshme. Për disa është pushim, ditë e shtunë gjithmonë ka një ndikim të tillë, por gjithsesi unë mund të them që kjo periudhë është mjaft e mirë dhe tepër pozitive në anën tuaj dhe ka të bëjnë me çështjet e karrierës, në lidhje me biznesin, në lidhje me ndryshime të mëdha. Po çfarë ndodh me datën 6? Pse është kaq e mirë? Mos vallë kemi ndikime planetare? Po, kemi që ç'keme te. Atëherë kemi trekëndshi Mërkuri që formohet nga Akrepi dhe Jupiteri nga Forre, që do thotë një trekëndësh i mrekullueshëm që favorizon komunikimin, lajmet e këndshme, tregtinë, biznesin, blerje, shitje, investime, startupet e kësaj natyre, por ndikohet pozitivisht. Shenjat siç është Demi, Virgjëresha, Bricjapi, Gaforja, Peshit dhe Akrepi të lindurit në dhjetit të tretë, ose ata që kanë diellin në këto shenja, pra do të thotë është mjaft ndikues dhe pozitive në çështjet e tyre. Por para se të fillojmë me parashkimin e kësaj shenje kësaj dite të rëndësishme dhe shenjat të rëndësishme që kanë bëjnë me punën e tyre, me karrierën e tyre, kanë pasur probleme këto shenja që unë sapo lexova më përpara në ekonomi, në takime, në bisedime, por gjithsesi është momenti tani për të balancuar ekonominë dhe dashurinë. Për juve që doni që të dërgoni mesazhe ose bleni një paketë, si mund ta bleni paketën? Ja, po kemi këtë këtu. Duke pasur parasysh, e shikoni dhe gjërat e tjera që do të ndikojnë tek juve, blini paketën tuaj numër për 4 të blerjes, jeni gati duke zgjedhur paketën më përpara. Zgjidhni paketën, shkoni tek sekretaria, është adretare e vogël aty, dhe pastaj dërgojeni në emailin keni automatikisht dele aty, dhe pastaj flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve, dhe juve doni të dërgoni një mesazh. Si mund ta dërgoni këtë mesazh? Atëherë kemi këtë butonin këtu. Duke na bërë subscribe tek ai buton, jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigje. Pra, pyetje përgjigje që kemi çdo të mërkur bashkë me juve. Për juve që doni që keni një mundësi ose keni një moment për të bërë një takim dhe nuk e keni akoma sterilizuar ose për të stabilizoni kur doni ju, po është dele papritur. Atëherë kemi në YouTube, po të shikoni membership. E klikoni, pra është pikërisht e butoni aty dhe jeni gati pastaj për të abonuar dhe direkt në privat shkruani dhe e keni dhe shenjën e shikoni atje juve dhe pastaj aty merrni përgjigje duke shkruar direkt mesazhin, e merrni mesazhin direkt brenda orës, keni mesazhin në celularin tuaj dhe merrni përgjigjen atje. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që do thotë shenja e dashit. Dashi ka një mundësi, ka një çështje mjaft të mirë në lidhje me ekonominë, në lidhje me vendime që merren, por njëkohësisht edhe çështjet e tjera që do të vazhdojnë tani e tutje në anën e financave, në lidhje me disa takime dhe disa bisedime që mund keni pasur më përpara, por vjen momenti tani për të plotësuar dëshirën tuaj dhe është mundësia dhe momenti më i mirë i mundshëm për të rregulluar dhe stabilizuar gjërat e juaja, sepse ja vlen në çështjet e biznesit, ja vlen për gjërat që do të keni dhe mundësi të arta që do të keni tani tutje. Në dashuri, pa kujdes me peshore. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e Demit. Për sa përket shenjës së Demit, meqense Demët kanë logjikën, kanë dhe mundësinë në anën tjetër të punës, sepse lidhen shumë me ekonominë, lidhen shumë me atë çka jemi, atë çka kam, atë çka dua të bëj. Dhe pikërisht është ky moment, pikërisht është kjo mundësi, është mundësia e artë e gjërave të mëdha.
marrje vendimeve të rëndësishme për kohën që ndodhin fenomenet dhe për mundësinë që juve ju jepet. Është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv. Juve keni mundësinë e rregullimeve, sepse jeni rregullator të gjërave, demi gjithmonë, por pikërisht në këtë ditë demi ka një plus, sepse gjërat që ndodhin tani e tutje të datës sotshme, datës 6, ku kemi Mërkurin që formohet nga Akrepi, që është në Akrep, por dhe me Jupiterin nga Fore, ku juve dilni fitimtar në këtë punë me lidhje me shitderi, se këtu keni problemin ju dhe me anën ekonomike. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me Virgjëresh dhe me Ujor duken të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thot binjakët. Çfarë ndodh me binjakët dhe ku binjakët kanë atë stabilizimin e tyre? Stabilizimi në fakt tek binjakët është një ndryshim, një ndikim shumë i madh, sepse favorizimet që bëhen ose periudha kur ndodhin fenomenet është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv, sepse rregullon, stabilizon dhe gjërat që do të vinë tani e tutje, është koha më e mirë e mundshme për stabilizuar ekonominë tuaj, për stabilizuar punën dhe biznesin. Në lidhje me biznesin sidomos janë çështjet më madhore dhe më pozitive të qenë ndonjëherë, kurse në çështjet shpirtërore lidhjet që kanë të bëjnë me peshk të dhjetësit të parë, me akrep të dhjetësit të tretë është perfekte, por edhe zotësia juaj ka të bëjnë shumë në lidhje me punën. Binjakët gjithmonë kanë qenë dhe janë mbeten shenjat më të ndikuara për sa i përket dhjetorit, por gjithsesi dhe kjo ditë është mjaft e mirë për juve për sa i përket studimeve, ndryshimeve, sepse planeti juaj Mërkuri ka të bëjnë shumë me takimet dhe ndryshimet e mëdha. Dashuria duket se ka të bëjnë me peshk. Shkojmë tek shenja e radhës që do thotë Gaforia. Çfarë ndodh me Gaforet dhe pse Gaforet kanë momentin e duhur dhe kohën e duhur për të bërë diçka të madhe? Ka të bëjë sepse bodh vuajtën në shumë kohë, po mirë po tani kemi Jupiterin nga shenja juaj, miqtë mi, që bën një trekëndësh të mrekullueshëm me Mërkurin në Akrep. Jupiteri jep një mundësi që do thotë kohë, do thotë zhvillime të reja, dhe diçka tjetër njerë që është më i sigurt dhe më pozitiv tepër do thoshën, sepse edhe diçka tjetër i shenjës së Gaforës ka vujtur shumë. Edhe kjo do thotë që vërtet kanë pasur probleme. Ata që të lindurit nga data 11 deri në datën 21 të shenjës së tyre. Ka një balans tani, kanë qenë disbalancë problematika më përpara, por tani duke shqyrtuar, duke parë ecën në rrugtimin e mbarë të tyre. Dhe është një moment mjaft i mirë dhe tepër stabilizues dhe gjërat që do të ndikohen janë në favorin e tyre. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me Dem dhe me Peshk është diçka mjaft pozitive. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e luanëve. Për luanët, në fakt luanët nuk mund të them që ka një diçka shqetësuese ose çfarë do bëhet ose si do vinë gjërat, por pyet luani se nga fillon dhe ku mbaron. Luani ka sa gjëra ka dhe sa ndryshime që mund të ketë tani tutje, ku është mundësia, është momenti mjaft i mirë në lidhje me takimet, në lidhje me gjërat të rëndësishme që kanë të bëjnë për punën dhe për ndryshimet të mëdha që do të keni tani tutje, kur është momenti më i mirë i mundshëm, kur është koha dhe marrja e vendimeve të rëndësishme, ku kjo periudhë dhe kjo kohë është e juaja në çështjet shpirtërore dhe në lidhjet që do të ndikohen jashtëmase në marrje vendimesh të rëndësishme, sepse çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me Dem të dhjetësit të parë, me Dash të dhjetësit që është perfektja, por me Akrep mos e lini pas dore, se është një shenjë uji, një shenjë që rregullon dhe stabilizon pa kuptuar në anë të tjera, edhe pse mund keni pasur probleme, edhe pse mund keni pasur gjëra që nuk kanë qenë në favorin tuaj. Vijojmë tek shenja e radhës që do thotë Virgjëresha. Për Virgjëreshat tani mënyra dhe mundësitë janë më të mëdha të qenë ndonjëherë, sepse din të zgjidhin problemin, din të zgjidhin çështjet e pazgjidhura, sepse periudha dhe koha është e juaja dhe është funksionale për çdo gjë që lidhet me takimet e punës tani. Dhe është një mundësi shumë e mirë, sidomos pasditja, duket se ka rolin drejtues, mundësinë për të zgjidhur çështjet nga më problematike të qenë ndonjëherë, dhe është një moment shumë i mirë i artë në anën e tyre, dhe pozicioni i planeteve që ndihmon në këtë aspekt dhe kohë që duket se ndryshimet janë të domosdoshme
në ekonomi dhe në gjëra të tjera që do të keni tani e tutje. Meqenëse në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me binjakët e ditëshit parë, bricapët e ditëshit që është perfekte, por me ujor dhe me gafore kanë një lidhje karmike që është mjaft pozitive. Vijojmë tek shenja e radhës që do thotë peshorja. Për sa përket peshoreve, për peshore të duket se tani janë rrugën e mbarë, peshore gjithmonë kanë qenë mbreti gjithçka e xhanëm, edhe janë, sepse është shkripa dhe piperi ku i zgjidhin problemet vetë dhe kanë mundësinë për të zgjidhur çështjet e pazgjidhura. Në çështjet e shpirtërore, sidomos, kanë momente të duhura dhe gjëra të tjera që do të kenë ndikimet nga më të mira dhe çështjet më madhore financiare, me financat do thosha ne kanë një ndikim mjaft mirë, por gjithsesi është kjo periudhë shumë e mirë dhe tepër ideale në zhvillime dhe ndryshime të mëdha financiare. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me ujorët e ditëshit parë dhe me binjakët e ditëshit të tretë, ka të bëjnë me biznese dhe karrierë. Vijojmë tek shenja e radhës që do thotë akripi. Për akrepët të duket se tani për tani është dhe momenti juaj më i mirë i mundshëm, sepse zgjidhja e problematikave që ka të bëjnë në lidhje me takime, bisedime, ndryshime, çështje të rëndësishme që mund lidhet në punën tuaj, është dhe i mundësi shumë e mirë tani, sepse tani për tani, edhe pse keni pasur problematika të ndryshme ju, ose keni pasur gjëra që nuk i keni zgjidhur me vështirësi bën gjërat, por vjen një moment tani, është momenti më pozitiv që ndonjëherë në lidhje me karrierën, në lidhje me mundësitë e arta që vijnë dhe koha e duhur për zhvillime të reja në çështjet e financave, në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me virgjëresht e ditëshit parë, me ujorët e ditëshit të tretë, është virgjëresht dhe ujorët e ditëshit të tretë është diçka surprizë, do thosha, diçka e mirë, diçka e madhe, fantastike për vazhdimsinë dhe korrektësinë tuaj në çështje shpirtërore. Edhe pse keni pasur disa gjëra që rregullimen do thotë me gafore dhe me ujorët e ditëshit parë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shigjetari. Për sa përket shigjetarëve, meqenëse shigjetarët tani e tutje kanë disa çështje madhore për të disa çështje që zgjidhin problematikat e tyre, zgjidhin gjëra që më përpara ishte e vështirë të zgjidheshin, por tani është një moment mjaft i mirë për punën dhe për karrierën, sepse edhe në kohën e dur gjëra që keni pasur me probleme ose keni pasur gjëra që nuk i keni zgjidhur ose keni zgjidhur me vështirësi, është momenti tani që gjërat të jenë më mirë për juve dhe tepër pozitive, sepse ju ndihmon fati në këtë aspekt. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me virgjëresh dhe me dem duket në para. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë britsjapi. Britsjapët e dashur, mundohuni që të mbyllni disa çështje të lëna pezull për sa përket kësaj dite. Është mundësia shumë e mirë nga ora 10 deri në orën 16:30, ku është një orë shumë e mirë për britsjapët për zgjidhur problematikat e tyre. Por në dashuri bëni kujdes me binjak dhe me peshore. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë ujori. Ju të shkoni ujori, shkoni gjithmonë përpara. Por nga njerë, hidhni një sy mbrapa, ku, çfarë, qysh. Sepse kjo periudhë është një periudhë që do të diktoj, do të ndryshojnë shumë gjëra, si në ekonomi, si në vazhdimsi dhe në biseda të rëndësishme që do të bëni. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me akrep dhe me dem duken të mbara. Shkojmë tek shenja e radhës, janë peshqit. Për sa përket shenjës së peshqive, duket se peshqit tani e tutje mundet dhe të rregullojnë ose të stabilizojnë anën ekonomike dhe financiare. Një biznes shumë të rëndësishëm që ata kanë dorë tani mund ta stabilizojnë dhe është koha e tyre për të stabilizuar gjithçka kërkojnë. Kurse në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me shigjetar dhe me binjak janë të mbara. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht datës 6 dhjetor të 2025-s. Por para se të ndajmë bashkë dhe keni damenin që të bleni një paketë për vitin ose për muajt ose takime të rëndësishme, atëherë kemi pikërisht këtë faqen këtu. Astrologo.al, e klikoni, shkoni tek sekretaria dhe atje mund të abononi dhe më pas të dërgoni mesazh në email ose flasim bashkë në Viber apo WhatsApp. Por juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve dhe doni që të dërgoni mesazh, kemi pikërisht të butonin këtu. E klikoni dhe ndiqni hapat
jeni gati për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për së drejtë përgjigje. Më njëherë pulla, jes mirë.